Shikues nderuar, ju përshëndes, jam rikthyer edhe këtë ditë në TikTok, ku do ndalemi tek lindja e mesme, pra se çfarë po ndodh në zhvillimet e fundit, dhe më pas do ndalemi edhe tek Kosova dhe Serbia. Nisim me tensionet mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të cilat ashtu si dim po hyn tashmë në një fazë të re, ndërsa përplasjet për kontrollin e ngushtisë së Hormuzit po kthehen në pikën kyçe pra të krizës në Gjirin Persik. Dhe ndërkaq, sipas disa analizave, armpushimi i vendosur 4 javë më parë po tregon edhe shenja dobësimi tashmë, ndërsa përpjekjet diplomatike mes palëve kanë ngecur, duke rritur kështu rrezikun e një rikthimi në luftë të plot. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime të fundit zotin Hisem Berisha. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje për ju. Atëherë, zoti Berisha, sa i përket të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ku ashtu si e thash, pra po hyn në një fazë të re me zhvillime që po ndikojnë sigurisht drejt për drejt në stabilitetin rajonal, por edhe atë global. Si e keni parë të gjitha këto lëvizje të fundit dhe si duhet lexuar edhe kjo fazë e re pra e përballjes mes dy vendeve? Po t'ju referohemi deklarimeve të fundit, qoftë nga Irani, po në veçantë të presidentit Trump, atë këto zhvillime tregojnë se bota nuk po shkon drejt një paqe të qëndrueshme, por rendi ndërkombëtar faktikisht po mësohet të jetojë në një farë tensioni permanent, të cilin pastaj determinojnë edhe interesat caktuar, sepse kjo shkon përtej atyre pretekstit apo casus bellit për këtë luftë që ishin çështjet e bërthamore e tjera, po nuk është më një krizë e zakonshme. Por kjo projekt dhe ekuilibrat globale të rënit të sigurisë, të cilët faktikisht ju keni pas se ky konflikt në pjesën e Gjirit ka pas impakt shumë dimensional pothuajse të gjitha vendet e botës. Edhe mund të thuhet lëshëm se në thelbin e kësaj përplasje qëndrojnë është konflikti i interesave në një anë jo dinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë me kufizu kapacitetet strategjike të Iranit edhe me frenu rolin e tij dhe ndikimin e tij në rajon. Ndërsa Irani ka pothuajse të kundërtën e këtyre, domethënë e këtyre kërkesave shërbave që janë njoja asaj fuqisë rajonale se kërkon të jetë një hegemon i lindjes mesme, duke qenë i suportuar dhe duke qenë një proksi e shteteve që thyen interesat e tyre për plasjet më shpall, siç janë Rusia, Kina, India e tjera, dhe kërkon heqjen e këtij presioni ekonomik që është vendosur, që normalisht se ka vendosur në një pozicion të vështirë. Edhe tani kur kem këtë një asimetri dhe përplasje interesash, atëherë edhe zgjidhja është më e vështirë. Bile mund të thuhet se shumë pak mund pritet se mund të përmbyllet me një marrëveshje përfundimtare, jo edhe paqja që u vendos, ka qenë gjithmonë e lëndueshme. Në aspektin ushtarak, ju dini se tani kemi një supremaci të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe në aspektin ajror, edhe raketor, por edhe atë detar, pastaj aftësitë e C4 të ri, ICR të shërbave janë në kulmin më të lartë, kështu që unë mendoj se prania ushtarake amerikane është një presion i madh në rajon dhe është një presion serioz dhe është determinues i zhvillimeve atje, por edhe i zgjidhjes atje. Ky Irani përmes këtyre strategjive asimetrike, pra duke përdorur proxyt apo forcat ndërmjetëse, po mundohet të kapi kontrolloj këto pika strategjike siç është Hormuzi, edhe nuk përmend asnjëherë po ashtu kjo kanali i Malakas që është shumë më strategjik se sa Hormuzi, por këtu po mundohet ta intensifikoj rolin e vet, ndoshta Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe kanë krijuar një lloj tolerance për shkak të tendencës për të përballur vendet që kanë interes në këto dy kanale për furnizime me asete strategjike siç është energjia, nafta e tjera, dhe në kursin aspektin diplomatik ju keni pas se rezultatet janë të kufizuara për me arrit një marrëveshje, edhe problemi është mungesa besimit mes palëve që është shumë normale sepse Irani është influencuar nga Rusia dhe Kina e tjerë që kanë interese aty, edhe janë objektiva politike të papajtueshme të cilat besoj se do ta marrin tensionin kështu, domethënë ndoshta mund të ketë në marrëveshje të pjesme apo të përkohshme, por unë më shumë i shoh këtu tendenca për një shtyrje të krizës se sa një zgjidhje definitive të saj. Se efektive janë aktualisht, zoti Berisha, edhe përpjekjet ndërkombëtare për t'i ulur tashmë këto tensione mes SBA-s, Iranit dhe Izraelit? Po tash
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë në atë rolin primar. Aleatët e saj dhe zhvillimet që po ndodhin, mos harrojmë se lufta po zhvillohet në disa fronte. Është lufta në Ukrainë, është luftë faktikisht kundër Rusisë. Lufta në lindjen e mesme faktikisht është luftë që sfidon Kinën dhe interesat kineze dhe indiane apo dhe pretendimet e tyre në Indo-Pasor. Rreziku më i madh nuk është një vendim që do të ishte një vendim i prejer për të shpallur luftë apo për drejt për drejt me pas luftë. Por janë të incidente dhe pa kontrolluar që mund të përshkallëzojnë situatën. Zaten edhe historia konfliktit më të mëdha ndërkombëtare nuk ka filluar me ndonjë strategji të madhe për një luftë mirë, por që gabime të vogla në terren të cilat pastaj kanë pas kosto. Ajo që reflekton në ky realitet është se konfliktet nuk po zgjidhin, ato vetëm po menaxhohen edhe fuqitë më dhënë në parforme nuk po synojnë domosdoshmërisht me mbyll krizën. Kjo po vrehet me këtë konotacionin dhe korrelacionet diplomatike që po zhvillohen qoftë drejt për drejt nga SBA-t, po edhe pastaj aktorë të tjerë të cilët përfitojnë situatë apo ndaj cilëve ka impakt ekonomik e strategjik. Dhe më shumë po janë të interesuar për kontrollin e tyre për të etabluar pastaj interesat strategjike të tyre. Pra, unë pritjet për një zgjidhje të shpejtë do të shifsha si jo reale, ajo çfarë mund pritet mund të jenë prapë një vazhdim i tensione me këto përshpallëzime të kontrolluara. Jo shihni se goditjet e SBA-ve janë gjithmonë prevenuese, gjithmonë përmbahen asaj deterencës apo deeskalimit kontrolluar që është përmes presionit ekonomik dhe goditjeve me precizitet kirurgjikal të objektiva që ende mbi të cilat ende mbahen forcën Irani. Pastaj ky përshkallëzim i kufizuar unë mendoj se janë tendenca për të quar sinjale Iranit se është i pafuqishëm përballët me supremacinë ushtarake të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk e di në një tendencat ose lejimi për shku në një konflikt gjithëpërfshirës do të jetë me pasoja, sepse kjo ka me impliku pastaj edhe çështjet e interesit strategjik siç është energjia globale, pastaj arkitektura sigurisë në lindjen e mesme, e cilat tërësisht do të pësoj ndryshime. Prandaj unë mendoj se Irani dhe interesi i vendeve që kanë ndikim është pikërisht deterenca që ka ofruar përmes një procesi të mbështetjes makroekonomike, e cila do të mundsonte pastaj edhe një reformim edhe të strukturës të sigurisë në veçantë, se pa reformim të sistemit sigurisë nuk ka stabilitet politik dhe kjo duhet pritej. Unë mendoj se edhe krijimi i bordit paqes do të ketë mundësi të ofrojë asistencë këtyre vendeve që këto të bëjnë reforma, pastaj këtu mbrojtë edhe dinjiteti njerëzor dhe drejta ndërkombëtare, pastaj çështja e stabilitetit ekonomik për shumë vende të rajonit, kështu që ajo që pritet është këto tensione të jenë më të kontrolluar, pastaj negociatat mund të jenë të pjesshme, por mund të mbajë gjithmonë një ekuilibër të brisht që i cili për mendimin tim mund prishet në çdo moment se për shkak të pastaj jo stabilitetit dhe pas besueshmërisë në raport me Iranin. Zoti Berisha, nga ana tjetër, nëse nuk do të kemi sërish pra një marrëveshje në negociatat që do të zhvillohen në vijim, mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë tashmë një plan B? Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kur janë hyrë, duket e kemi elaboruar edhe bashkërisht, kanë pasur një program në 3 faza. Faza e parë ka qenë deterencë. Po, domethënë, presioni ekonomik, presioni politik, sanksionet, ndaj cilave Irani ka reaguar me atë kërkesën që t'i hiqen presionet dhe të njëjtë faktoriteti. Pastaj në fazën e dytë është pretenduar janë shku këto incidentet e kontrolluar, goditjet, jo vetëm nga njëra palë, po dy anshme, por që unë mendoj se duke njohur supremacinë ushtarake të SBA-ve, Irani nuk përfaqëson një faktor ushtarak i cili do të mund ta determinonte çfarë do marrëveshje apo çfarë do dialogu apo çfarë do kompromisi që arrihet. Tash konflikti i hapur atë do të ishte pasojë të përgjithshme. Mirë, po unë mendoj se Irani do të mbetet brenda kronizave të një marrëveshje. Kjo arrihet duke ruajtur koherencën edhe besueshmërinë apo qëndrueshmërinë e aleatëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët kanë interes në garantimin dhe vendosin e një sigurie dhe paqe globale. Përndryshe impakte, pastaj pasojat gjithmonë
shtetet më të vogla i kanë edhe pasojat më të mëdha. Këtë kontekst edhe Kosova jo kështu do ta kishte. Zotë Berisha, nga ana tjetër, mendoni se po rritet edhe roli i Gjermanisë pra si ndërmjetës në krizën mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ka pasur një telefonat mes ministrit i jashtëm gjerman edhe homologut të tij iranian pra Abbas Araqchi, ku është diskutuar sigurisht mbi të gjitha zhvillimet në lidhje me programin bërthamor të Teheranit, por sigurisht edhe situatës tashmë shqetësuese që ndodhet në ngushticën e Hormuzit. Shqipen deri në vitin 22 ose deri në Brexitin britanik dhe në konfliktin Rusi-Ukrainë, lufta ka qenë se kush do të jetë ta quaj kushtimisht polici i Ballkanit, i Evropës. Edhe lufta gjithmonë është zhvilluar me Mbretëria e Bashkuar që ka qenë pjesë e bezë dhe Gjermanisë në një anë që unë ka kujtoj një thënie të diplomatit Kissinger, thotë dy rreziqe thotë ka Evropa. Dobësimin e Gjermanisë dhe rreziku i dytë është fuqizimi i Gjermanisë. Mirë po, lëvizjet e fundit, domethënë largimi i trupave tregojnë se Gjermania po merr një rol serioz në Bashkimin Evropian, një rol që rrit besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Gjermaninë për shkak të kaluarës. Ato shpërfaqet e lokalizuara nuk mund të merren tani të tilla kemi edhe në Kosovë, ka në format ndryshme, dikun janë ideologjike, dikun janë raciste, mirë po boshti politik dhe diplomatik i Shtetit të Bashkuar të Gjermanisë tregon një aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania po e rikthen, po intensifikon rolin e saj stabilizues në rajon, i cili fatkeqësisht deri në vitin 22 është zhvilluar në mes presionit dhe interesave ekonomike të lidhura me Rusinë dhe presionit dhe si të ndjenjes të inferioritetit dhe subordinimit inferioritar në raport me SBA. E tani ky nuk ekziston, e kanë kuptuar Shtetet e Bashkimit Evropian se përballë një Rusie të fuqishme siç ka qenë deri në vitin 22, që Bashkimi Evropian është i paqëndrueshëm, edhe vetë NATO ja doli se ishte e paqëndrueshme dhe u pase roli ky ishte prapë sa i përket sigurisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Prandaj edhe ndodhi ajo reforma në sistemin e sigurisë nga vetë Bashkimi Evropian dhe rritja e buxhetit në kapacitetet ushtarake për të përballur me rreziqe të tipit çfarë është lufta në Ukrainë apo nga Rusia drejt për drejt, me impaktin që ka pastaj Kina dhe BRICS që u krijuan shtetet e bllokut euroaziatik edhe lindor. Kështu që po Gjermania tani po intensifikon rolin e saj, do ta ketë impaktin e saj, edhe unë mendoj se ky aleat i fuqishëm në Bashkimin Evropian i duhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne po shohim një rritje të kapaciteteve të NATO-s për të mbrojtur kontinentin e vjetër. Por bota ka nevojë për një superfuqi, ajo superfuqi vrehet është hapur është vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bordi i paqes është pikërisht një mekanizëm që e liron ndërhyrjen dhe ruajtjen e paqes në botë përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj nga birokracia e cila karakterizon edhe NATO-n, por edhe vetë Shtetin e Sigurimit të Kombëve të Bashkuara që i japin mandatin. Kështu që po, unë e shoh Gjermaninë një faktor të ardhmen. Franca duhet të rishqyrtoj pozicionin e vetë, është një shtet që faktikisht influencuohet nga Rusia për shkak të interesave strategjike ekonomike që tani aseti kryesor ka mbetë energjia, gazi e tjera, por mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe doktrina Trump si boshti politike së jashtme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë opsion apo plane B, siç e quajtë ju, kanë opsion për një vendosje të një sigurie globale dhe një paqe globale. Pra pa një reformë të sistemit sigurisë nuk mund të ketë as stabilitet politik as në Bashkimin Evropian pas në nivel global. Sa reale është edhe kërkesa zotë Berisha që Irani të heqë dorë plotësisht nga programi bërthamor? Shtetet e Bashkuara, unë e thash më herë se e kam thënë duket edhe në bisedë me ju se nuk mund të ketë stabilitet vetëm nga presioni. Presioni duhet të jetë i shoqëruar me një sistem pako ekonomike, po quaj kushtimi në një plan marshall ekonomik, i cili pastaj do ta stabilizonte Iranin në rrugën përpara. Kjo pako do të mund të përfshinte edhe nxjerrjen e Iranit nga izolimi dhe integrimin e tregjet globale apo ndërkombëtare, pastaj
ky lehtësim I sanksioneve duhet të shkojë në këmbim të një ndryshimeve të verifikueshme. Pra një orientim drejt një ekonomie produktive, jo një ekonomie militare siç e kanë tani ose siç e kanë model këtë shtetet autokratike, ja dhe Rusia po vepron njëjtën. Kështu që presioni, ky presion apo masa që ka vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet parë në perspektivën e zhvillimit të Iranit. Pra, nëse nuk ka edhe një pakë zhvillimor që I ofrohet Iranit, atëherë kemi me prodhu një konsolidim represiv. Pra, jo edhe transformim siç po pretendohet në një shtet që do të bëjë reformë edhe në pjesën e forcës, sepse atje duhet domosdoshmë që struktura e tashme ushtarake pra të transformohet. Ajo SBA kanë përdorur këtë psikologjinë e frikës për një sistem frikës operative që për ta shmangur konfliktin e hapur. Mirë po, ajo çfarë mbetet për fazës së presionit do të quhet dështim nëse nuk do të jetë mbështetur edhe me zhvillim ekonomik dhe integrim në aspektin e tregjeve të hapura ndërkombëtare të Iranit, por edhe që të ketë një forcë demokratike, një forcë me kontroll civil, e jo siç është tani një strukturë ushtarake ideologjike edhe që operon vetëm me direktivat e autokratëve apo regjimit autokratik të Iranit.